Kjo dhurata është shumë domethënëse. I thot banorëve mos harroni shumë për opinionin e njerëzve jashtë, vazhdoni, jepini fort. Pas një moment agravimi me Gimën, Humba, se po gatuaj. Unë kam një gjë që e kam parim, është partnerin tim ta respektoj dhe mos ta bëj tem diskutimi, që këto e bëjnë Ka të drejtë Selin, që po gatuaj s'do thotë që unë s'po dëgjoj. Fes po regjistroj video. Ka të drejtë Selin në këtë që thotë, s'mduket e kaq gabim. Edhe Gimbo në këtë që thotë që jemi thjesht 40 ditë dhe s'mund të jesh dashuri, of course. Është lojë, po. Tani do t'i ndajnë të tre, se cili do thot versionin e tyre dhe do zbulojnë cili gënjen. I think. Por, kur filloj pastaj t'i përmendte Selinës situata, do me thënë që nga jashtë djali im të gjitha me radhë, aty mu ndez. Unë mbaj mend vetëm që njerëzit e dashurit tim më thanë që në Big Brother do futet dhe shoku i burrit Tezës, por vetëm kaq. Selin nuk din gjë. Pra, shoku i burrit të Tezës ose Selin? Po. Por Selin nuk ka ditur në asnjë moment sepse akoma nuk e kisha konfirmuar Rogerti dhe e konfirmoj më vonë, domethënë. Ndërkohë që Selin ishte brenda. Po, gjatë brenda. Ti ke hyrë në Big Brother pak më shumë se një muaj nga hyrja e saj. Po, nusja ime njeh tezën e saj, që kemi hyrë e dalë si familje. Unë burrin e saj kam taku 2-3 herë. Nusja saj, pra tezja Selin s'ka hyrë të shtëpia ime disa herë, me fëmijët ku loznin bashk, janë taku disa herë. Kam te telebingoja që është edhe aq. Te telebingoja që është edhe aq. Kur e kam pa pastaj kur ka hyrë, ma zhduk e kam paragjykuar që thash dhe jetë 2-3 javë, pastaj më zhduk letare e fort, kryum krevatin edhe mendova pastaj se si do u faktorizosha unë loj. Edhe kam pa normal fotot në për Dubai e gjëra dhe njaq, pasi gjatë tjetër. Pra, ti thuaj që kur ti hyre aty brenda Dhe di ca gjëra familjare që s'mund t'i tregoj unë tani këtu, se s'du. Jo, patjetër, po. Ajo që po pyes është qëllimi yt në fillim ishte që të ndihmoje Selin. Po, pra. Ja, erdhe. Ja t'ja shirat. O, unë ato më rëbë shpje. Patur edhe në momente të vështira, po çfarë të bëj? Çfarë të bëj, të vdes? Monikën e shoh në shok. S'ka faj, ka besu 50 javë në radhë. Gjina që i dali fjalët këti, po hajde. Absolutisht fare. Nuk e kishe iden fare se kush ishte. Jo. Unë dhe historinë e gruas së tij, versionin që unë njoh në lidhje me familjarën time që e ka shoqe, Me tezën. me tezën, e kam thënë si unë historinë e di. Dhe edhe djalin e vetë kam parë vetëm një herë me një foto dhe e di dhe çfarë foto është, që është me gocën e tezës duke u puth, janë të dy të vegjël të njëjtës mosh. Por Rogerti në mënyrë absolute as nuk e dija që Merloni mos gaboj. Marloni jati vetë është Rogerti e të tjerë në mënyrë absolute. Ti me tezën tuar këtë fjali, nuk e di për çfarë ka fjalën, a është një provokim i momentit apo insinuon gjëra që janë jo të vërteta, unë Rogertin nuk e njoh. e qartë. Dhe më pas, kur kanë nxjerrë versionin e unë jam babi Marloni djali 2 vjeç, e ka gjetur mënyrën se si më ka dhënë kodet e Marlonit, dhe mua thjesht mbaja mend emrin e djalit të tij dhe 3